Protesta e opozitës nis sërish me tensione, përshkallëzohet tubimi përpara kryeministrisë pasi protestuesit që në minutat e para të protestës i vendosin zjarrin kryeministrisë. Menjëherë u kundërpërgjigj policia me ujë e gaz lotësjellës duke i paralajmëruar fillimisht. Protestuesit lëshuan lumë fishek zjarresh e bombash molotov në ambientet e kryeministrisë, duke përsëritur skenarët e protestave të kaluara. Mirëpo, ndryshe nga herët e tjera, në protestën e 6 kombëtare të opozitës, precipitimi i situatës ka ndodhur që në momentet e para të saj. Protesta e opozitës nisi me plot 50 minuta vonesë. Kryedemokrati Berisha priste grumbullimin e protestuesve nga ambientet e Selis Blu. Për shumë, kjo vonesë dhe pjesëmarrja e tillë u interpretua si taktike gabuar e zgjedhjes së një tubimi të tillë në një ditë feste. Teksa e prisnin për të dalë nga Selia Blu, ku Berisha dallonte për veshjen sportive këtë herë, protestuesit mbanin veshur bluzat e stampuara me foton e tij. Në këto momente protesta vjen ende në ambientet përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por për shkak të ujit dhe të gazit lotësjellës në mas, duket se protestuesit po largohen. Truprojat kanë rrethuar Sali Berishën, duke e mbrojtur këtë të fundit. Për shkak të gazit lotësjellës, Berisha shihet teksa ngadalson ecjen dhe në kokë vendos kapuçin e xhupit. I çuditshëm është fakti se ndryshe nga herët e tjera Berisha nuk shihet të mbajë kundragaz. Skenari i vijimit të protestës mbetet misterioz, për shkak se zhvillimet që priteshin të më vonshme u regjistruan që në minutat e para të protestës. Përpara kryeministrisë në këto momente, pamjet janë shumë kaotike, flak, tym dhe gaz lotësjellës. Megjithatë, përshkallëzimi i situatës ka detyruar truprojat dhe shoqëruesit e Berishës që të gjejnë këtij të fundit një mas kundragaze, por paralelisht edhe me çadrat e hapura për shkak të ujit.